do ta themi që në krye të herës që veprimi i sotëm për të shpërndarë kuvendin, legislaturën e 10 është qartazi në kundërshtim me kushtetutën, është një veprim arbitrar që i bie ndesh me bazën juridike, me bazën kushtetuese dhe që natyrisht të cënon funksionimin kushtetues të institucioneve. Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk ka asnjë boshllëk kushtetues për sa i përket rrethanave të shpërndarjes së kuvendit. Në kontekstin aktual, për sa i përket zgjedhjes së presidentit apo të presidentit të Republikës, Kushtetuta e Kosovës paraqet dy momente të shpërndarjes së kuvendit dhe natyrisht shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Momenti i parë është sipas Nenit 86 paragrafi 6, kur pas nisjes së procedurës për zgjedhjen e presidentit të Republikës, edhe në raundin e tretë me pjesëmarrje natyrisht e quorum, dështon zgjedhja e presidentit të Republikës qoftë me 61 vota për, momenti që nuk është në situatën aktuale, dhe rrethana e dytë kushtetuese është që pas fillimit të procedurës brenda 60 ditëve Kuvendi i Kosovës nuk arrin të zgjedhë një president pavarësisht epilogut. Natyrisht, sot jemi në ditën e parë të afatit 60 ditor. Ende pa u bën 24 orë, edhe 59 ditë procedurë që Kuvendi të përpiqet për të zgjedhur presidentin e Republikës, ne kemi dekretin për shpërndarje të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Natyrisht që dekreti është në kundërshtim të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe përbën po ashtu një cënim të drejtë për drejtë të rendit kushtetues, për cilin padyshim siç ata dhe kryetarja e grupit parlamentar, ne do të drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë kundër këtij dekreti, si dhe me kërkesën urgjente për masë të përkohshme për të kufizuar efektet dhe pasojat e parikuperueshme dhe të pakthyeshme në një rrethon aktuale që pamundson funksionimin e institucioneve në mënyrë ligjore, kushtetuese dhe në përputhje natyrisht me vullnetin e dalur nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Është për të ardhur keq pas të dyshim që presidenti i Republikës, që është garantuese e funksionimit të institucioneve, për funksionimit kushtetues të institucioneve, ndërmerr një veprim të tillë arbitrar në kundërshtim me kushtetutën në ditën e parë të afatit 6 ditor për të shpërndarë kuvendin, ndërkohë që e ka përgjegjësinë për të mundësuar funksionimin kushtetues të secilit institucion. Në anën tjetër dhe për te natyrisht rrafshi kushtetues, do ta kemi një gjë parasysh. Kuvendi i Kosovës ka pasur plotësisht bazën kushtetuese për të përpjekur për të zgjedhur presidentin e Republikës së Kosovës në përputhje me procedurën që ka filluar në brëm. Edhe 59 ditë. Data më hershme eventuale për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme do të ishte 4 maj nga sot. Pavarësisht dhe ndërkohë nëse nuk do të kishte ndonjë veprim qoftë nga ana kuvendit për të zgjedhur presidentin apo presidenten, apo eventualisht ndonjë trajtim nga ana gjykatës kushtetuese dhe ndonjë vendim në këtë kontekst, sepse siç e dini, mbrëm kryetaria e kuvendit është drejtuar me një kërkesë tashmë gjykatës kushtetuese dhe ka kërkuar natyrisht të interpretim me gjykim të rrethonës kushtetuese të krijuar në kuvend, duke kërkuar madje edhe masë të përkohshme për të ndërprerë rrjedhën e këtij afati 60 ditor. Po përsëris, më së heri eventualisht shpërndarja e kuvendit mund të ndodhte me 4 maj, edhe 2 muaj nga sot, në përputhje me kushtetutën, siç e parasheh Neni 82 paragrafi 3. Madje paradoksalisht, edhe vetë dekreti i presidentit për të shpërndarë kuvendin në bazën kushtetuese në krye të aktit i referohet Nenit 82 paragrafi 3, që thotë se kuvendi shpërndahet nëse dështon të zgjedh presidentin e Republikës brenda 60 ditëve nga momenti i nisjes së procedurës. Prandaj është shumë e rëndësishme domethënë me qartësu këtë aspektin kushtetues, gjithsesi do të drejtohemi gjykatës kushtetuese, presi masën e përkohshme për të ndaluar dhe kufizuar pasojat juridike të këtij dekreti, dhe duhet ta themi edhe një gjë, për te interpretimit të gjykimit të ftohtë kushtetues, që është krejtësisht i pabazuar, nuk ka pasur kurfar urgjence as në rrafshin politik institucional për të shpërndarë kuvendin. Domethënë nuk ka pasur në rendite Kuvendi i Kosovës ndonjë vendim ose ndonjë veprim të ndëmshëm për interesat e Republikës së Kosovës, për të cënuar integritetin territorial, për të marrë ndonjë vendim që cënon rendin kushtetues, aq më tepër që kishte në rendite ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të vlefshme të dobishme për qytetarët e Republikës me mbi 100 milionë euro. Domthon, cila është urgjenca e dobia le të themi politike përtejse pabazueshmërisë kushtetuese të këtij veprimi të presidentit të Republikës. Po përsëris është për të ardhur keq që presidenti i Republikës së Kosovës në muajin e fundit të mandatit të saj po e mbyll mandatin 5 vjeçar me shkelje të rëndë kushtetuese. Së pari gjykata kushtetuese në asnjë rast nuk tregon se kur duhet të zgjedhet mëse voni presidenti. E dyta, kushtetuta thot, po jo gjykata.
Nëse pas kam thënë gjykota... A mundën, se e kam të qartë pyetjen, e kam të qartë pyetjen. Është vërtet që në 86 paragrafi 2 flet që Presidenti i Republikës duhet të zgjedhet të mos voni 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Po nuk paraqet asnjë pasojë juridike se çfarë ndodh nëse nuk ndërmerret ose nuk përmbyllet ky veprim. Në tikin 9, paragrafi 6 e paraqet pasojën e shpërndarjes kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme brenda 45 ditëve më së voni, nëse dështon zgjedhja e presidentit të Republikës edhe në raundin e tretë në një seancë me quorum ku asnjë kandidat nuk merr së plotësisht 60.000 vota. Në anën tjetër, neni 82, që flet në mënyrë eksplicite për shpërndarjen e kuvendit, paraqet 3 rrethona të shpërndarjes së kuvendit. Dhe kushtetutë të bërësi e ka pasur të qartë dhe nuk ka lënë asnjë dhe themi hapësirë bllokuese në këtë funksion. Dhe s'ka pasur, prandaj po them që asnjë urgjencë. Edhe përsëris, edhe neni 82, paragrafi 3 e ka parapar mekanizmin deblokues nëse pas nisjes së procedurës, përveç se për shkak të quorumit apo çfarëdo arsye tjetër, kuvendi dështon ta zgjedh presidentin dhe shpërndahet kuvendi, vendi shkon në zgjedhjen e afatin pastaj kushtetues. Dhe për ta përmbyllur natyrisht, Madje neni 82 paraqet edhe një rrethon tjetër, në rast se ka eventualisht vullnet politik. Kuvendi mund ta shpërndajë veten në 2/3. Prandaj, ne jemi brenda afatit kushtetues, cili ka filluar brëm. Dhe procedura nis në momentin kur dorëzohen së paku 2 kandidatura me së paku 30 nënshkrime mbështese të deputetëve dhe procedohen në kuvend. Një gjë e tillë ka ndodhur në brëm, se dita e parë, sot është dita e parë e këtij afati kushtetues, madje ende janë bërë 24 orë dhe është dashur të pritet data 4 maj për të parë se çfarë epilogu po i jep Kuvendi i Kosovës për fasuesit e popullit të zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë në zgjedhjet parlamentare të 20 dhjetorit. Po përsëris domethënë shpërndarja e Kuvendit është në mënyrë arbitrare, është përmbysje e rëndit kushtetues. Nuk është çfarë do shkeli. Nuk është vlerësim i një akti të një vendimi të ministrit, madje as të një projekt ligji të ligji se na qenë ka në shpërputje me kushtetutë. Është përmbysje e vullnetit të qytetarëve. Është pezullim i funksionimit të normal të institucioneve. Këtë nuk mund ta bëjë domethënë askush, e as më tepër një president i Republikës që ka për përgjegjësi të kundërtën, të garantojë funksionimin kushtetues të institucioneve. Prandaj domethënë, ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Jemi të bindur që shpërndarja dhe dekreti është në kundërshtim të plotë, në mënyrë flagrante me Kushtetutën e Republikës Kosovës, nuk është e bazuar në asnjë dispozitë kushtetuese, nuk parashihet një veprim i tillë dhe çdo veprim që rrjedh si rrjedhoi e këtij dekreti, qoftë edhe takimi i sotëm me partitë politike për datën e zgjedhjeve e vendimi eventual për datën e zgjedhjeve janë po ashtu në kundërshtim me Kushtetutën. Se ky dekreti prodhon natyrisht vendime edhe veprime po ashtu në kundërshtim me Kushtetutën. Kësaj, masa e përkohshme është domosdoshmëri, sepse nuk i paragjykojmë dot, por po e arsyetoj pse është domosdoshmëri. Sepse pasojat dhe dëmet janë të parikuperueshme. Masa e përkohshme e ka kuptimin e garantimit që nuk prodhohen pasoja të pakthyeshme. Kjo është një nga ato rrethonat, do të thonë në krye të listës që pasojat janë krejtësisht të pakthyeshme. Domethënë shpërndarja e kuvendit, ndërprerja e mandatit të deputetëve të zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë të lirë nga qytetarët me drejtë vote. Pamundësimi i funksionimit të institucioneve, pamundësimi i marrjes së vendimeve nga ana e kuvendit, e kufizimi i qevesa duke cënuar të drejtat edhe të qeverisë për të proceduar projekt ligje e për të ratifikuar marrëveshje e për të marrë vendime. Domethënë cënon edhe drejtat e vetë deputetit. Prandaj këto janë pasojat të pakthyeshme dhe gjykata domosdoshmërisht janë krejt arsyet, krejt kushtet, krejt elementet për të marrë masën e përkohshme dhe për ta trajtuar dekretin në përputhje me Kushtetutën dhe për të marrë një vendim meritor për këtë çështje. Pastaj, mbi bazën e aktgjykimit, do të vim këtu do të diskutojmë për hapa të mëtitjeshëm. Po e përsëris, mos e hershmi kur do të mund të shpërndahej kuvendi është 4 maji. Ndërkohë që presidentja Osmani e përfundon mandatin me 5 prill. Shpërndarja eventuale e kuvendit dhe caktimi i datës së zgjedhjeve do t'i takonte ushtruesës së detyrës së presidentit të Republikës.
Kjo është rruga institucionale dhe kushtetuese. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse s'ka masë përkohshme, cilat do të jenë veprimet e vetëvendosjes këtë rast, sepse na se kemi të garantuar që masa do të vendosë. Unë nuk mund ta paragjykoj veprimin e gjykatës. Profesionalisht jam i bindur që do të ketë masë përkohshme sepse jam i bindur për pasojat e parikuperueshme. Do të ishte nonsens. Po nuk e paragjykoj dot. Ne do të dërgojmë kërkesën e gjykatës kushtetuese në raport me dekretin, me kërkesën për masë urgjente të sigurisë dhe pastaj të presim vendimin e gjykatës. Po një gjë po e them. Nuk mund të kaloj lehtë pesullimi i institucioneve e institucionit më të lartë siç është Kuvendi i Kosovës. Nuk mund të kaloj kaq lehtë. Jam i bindur që nuk është një çështje kritik teknike procedurale me asnjë referencë. Po them është veprimi i pashembullt, i pa precedent në këto vite pavarësie në përputhje me këtë kushtetutë.